do të lexojmë nga Gjoni 4 dhe nga vargu 19. Gjoni 4, vargu 19. Gruaja e tha: Zot po shoh se ti je profet. E të rritan adhuronin në këtë mall, dhe ju thoni se në Jerusalem është vendi ku duhet të adhurohet. Jezusi tha: O grua, më beso, vjen ore që as në këtë mall, as në Jerusalem nuk do të adhuroni atin. Ju adhuroni atë që se njihni, ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga judejt. Por vjen ora dhe madje ka ardhur që adhuruesit e vërtet do të adhurojnë atin në frymë dhe në të vërtetën, sepse ati kërkon të tillë si adhurues të tij. Perëndia është frymë, dhe ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën. Gruaja i tha: unë e di se vjen Mesia, i quajtur Krisht. Kur të vi ai, do të na kontoj të gjitha. Jezusi tha: unë jam ai që po të flet. Le të lutemi. Perëndie qelit, ne vim në prezencën tënde të varur nga fuqia, forca, drita jote. Ne jemi të varur prej teje për gjithçka. Dhe tek sa vim tek fjala jote e shenjtë. Ne lutemi që fryma e shenjtë do të zbresi në mesin ton, duke na mbushur secilin prej nesh, që ne të sodisim lavdin tënde, që ne të sodisim gjëra të mrekullueshme në ligjin tënd. Na fol, na ndreq, na beko, na drejto, na inkurio. Zot, na prek atje ku jemi të dobët, na drejto hapët drejt teje, Zot. Perëndinë lutemi për bekimin tënd mbi fjalën tënde, në emrin e Krishtit. Amen. Çfarë është adhurimi për ty? Ndoshta ti shikon adhurimin si diçka rëndësishme, si diçka e mirë, si diçka që duhet bërë, po a shikon adhurim si përparësi jete, si thirrje hynore, si përgjegjësi solemne. Jemi të krijuar për të adhuruar. Psalmi 95, vargu 6. E jemi të adhurojmë dhe të përkullemi, të gjunjëzohemi përpara Zotit që na ka bërë. Ajo që na takon si krijesa të Perëndis është që t'i japim lavdi atij. Ne vetëm jemi të plot si njerëz. Jemi të përmbushur, kemi përmbushur qëllimin e jetës son vetëm kur adhurojmë. Jemi të shpëtuar për të adhuruar. 1 Pjetri 2:9, ju jeni fisi zgjedhur, kombi shenjtë, populli fituar nga Perëndia, që të shpallni lavdin atij që ju thiri nga teri e errësirës në dritën e tij të mrekullueshme. Na ka thirrur Perëndia nga errësira në dritë që të adhurojmë. Ky është qëllimi i madh i shpëtimit ton, që ne të jetojmë për të adhuruar Perëndin. Është edhe identiteti ynë. Ne jemi prifërinë dhe mbretër. Nuk është vetëm diçka që bëjmë, po diçka që jemi. Adhurimi pra është qëllimin, thirrjen dhe identitetin ton. Jezusi
po na tregon këtu rëndësinë e adhurimit. Edhe do doja që të shohim 4 gjëra nga këto vargjet në lidhje me adhurimin tonë. Së pari, përparësinë e adhurimit. Vargu 24. Ati kërkon adhurues të tillë. Ai nuk tha, ati kërkon besimtar. Ati kërkon dishepuj. Apo shërbëtor. Tani ati në të vërtet kërkon të gjitha këto gjërat. Por ai thot, ati kërkon adhurues. Me fjalë të tjerë, përparësia e Perëndis për ne është që të jemi adhurues të Tij. Që do të thot që ne duhet të kemi 3 përparësi jete. E para, adhurimi i përbashkët duhet të jetë përparësi jete për ne. Nëse diçka është përparësi për Zotin, duhet jetë edhe për ne. Ne kemi tendencë që të organizojmë kishën rreth jetës sonë. Jo anë sjelltas. Ne vim në kishë kur kemi mokajet, kur rrethanët na lejojnë në thonjza, ne vim për të adhuruar. Tani nuk po flasim për pamundësinë, sepse çdo njeri e kupton që pamundësi është pamundësi. Po flasim për një organizim jete. Si organizojnë programin ton, jetën tona, a është adhurimi i Perëndis prioritet për ne? Dhe është dita e Zotit në veçanti prioritet për ne. Nëse Zoti ka caktuar një ditë në 7 që njeriu të pushojë nga punët e tij dhe të adhurojë Perëndin, dhe të mblizet me popullin e tij, a nuk duhet të jetë prioritet kjo gjë edhe për ne? Adhurimi përbashkët duhet të jetë përparësi jete. Po edhe adhurimi personal duhet të jetë përparësi jete. Sepse duhet të jetë prioritet që ne të adhurojmë Perëndin vetë, ditë e ditës, të kalojmë kohë duke falendëruar, duke adhuruar Perëndin në lutje. Po a kemi përbashkësi me Zotin çdo ditë? A adhurojmë Perëndin për ditë? Apo thjesht nxjerrim listën e kërkesave që kemi për Zotin? Sikur Zoti është një babagjysh apo një zan që thjesht do të rrimë një shkop magjike për të plotësuar kërkesat tona. Po ku është mirënjohja jonë? Ku është adhurimi ynë i Perëndis ditë ditës? A është koha jote me Zotin, plot me adhurim dhe falënderim? Dhe përparësi jete duhet të jetë punën e Ungjillit. Pse? Sepse është plani i Perëndis që e gjithë toka të mbushet me adhurimin e Tij, që njerëzit nga çdo kombë e fisë e gjuhë të bashkohen në adhurim përpara Perëndis. Malakia 1:19, sepse që nga lind djeli e deri ku perëndon, emri im do të jetë i madh midis kombëve, dhe në çdo vend do t'i ofrohet një blatim të pastër. Si do të jetë i adhuruar Zotin në të gjitha kombet? Kur ne i shpalim Ungjilin dhe njerëzit kthehen te Krishti dhe fillojnë të adhurojnë vetë. Qëllimi i evangelizimit është adhurim. Qëllimi më i madh i evangelizimit nuk është shpëtimi i shpirtrave.
Tani është një qëllim që njerëzit të shpëtohen nga dënimi I Perëndis. Po qëllimi përfundimtar I ungjëllëzimit është adhurim, që njerëzit tani dhe në përjetësi që kthehen nga mëkatar në adhurues të Perëndis. Ne shpalim ungjillin me patjetër që njerëzit të shpëtohen nga mëkatet e tyre. Por qëllimi ynë I madh është që Perëndia të adhurohet dhe kudo. Dhe kjo është ajo që neve na shtyn që të ndajmë ungjillin. Sepse duam që Perëndia të nderohet. Sepse surim dot derisa kombet të përkullen përpara Perëndis dhe të lavdërojnë emrin e Tij. Dhe prandaj duhet jetë përparësi jete që të ndash ungjillin, që të flasësh për Krishtin, sepse duam që e gjithë bota të adhuroj Perëndin. A është adhurim përparësi jete për ty? Apo s'jesh një rit kishtar, apo një rutin jete që ke si besimtar? Adhurimi duhet jetë përparësi jete. Së dy t'i vini re natyren e adhurimit. Jo vetëm përparësinë e adhurimit, po natyren e adhurimit. Vargu 24. Perëndia është frym, dhe ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në frym dhe në të vërtetën. Çfarë do të thotë që të adhurosh në frym? Po dy gjërat. Që adhurimi është një gjë frymërore. Perëndia është frym, prandaj kur ne adhurojmë atë, duhet të adhurojmë një mënyrë që përkon Perëndin, një mënyrë që është përshtatshme për Zotin, një mënyrë që shkon me këtë Perëndi. Adhurimi duhet jetë frymëror, se Perëndia është frym. Po gjithashtu, adhurimi duhet të jetë nga brendësia jonë. Të adhurojmë nga zemra, nga pjesa më e thellë e qenies tonë, që do të thotë tre gjëra. Duhet të ruajmë veten nga adhurimi formal. Mund të këndosh, po është me zemër? Mund të këndosh, po a je thjesht duke kënduar përmendesh me mendjen e stakuar? A lutesh si formalizëm? A flet gjumë në predikim? Në darkën e Zotit, a mendon se çfarë je duke bërë? A je në vërtet pjesë e saj gjëje? Adhuron Zotin nga zemra, nga shpirti? Apo është adhurimi yt si përfaqësor, formal, rutine? A mendoni se Zotit I pëlqen një adhurim formal, që nuk vjen nga zemra? Do të thot gjithashtu që duhet të përgatitemi për adhurim, sepse të adhurosh është të angazhosh mendjen, zemrën, shpirtin. Është diçka shpirtërore dhe natyra jonë shkon në drejtim të kundërt. Nëse adhurimi është shpirtëror, ne jemi mishor. Zemra jonë lakmon gjëra të ndryshme, mendjet tona shkojnë në 500 drejtimet. Ne vim në adhurim të ngarkuar me mëkat, ne vim shpeshherë me izbuj të zemrës, po të adhurosh Zotin në frym, do të thotë që ti e adhuron atë me gjithçka që je.
Edhe kjo është diçka që nuk mund të ndodhë, kur mendja jote e ke diku tjetër, zemra jote është e ftohtë, dhe kur shpirti jot nuk është gati të takohet me Perëndin. Sidomos kur mblidhemi të diellave, duhet të jemi të përgatitur për të takuar me të plot fuqishmin. Duhet të kalojmë kohë në mos të shtunën darke të dielën në mëngjes, duke u lutur, duke medituar mbi fjalën, duke bërë gati zemrën tonë për adhurim. Sepse adhurimi nuk është si një qelës në shtëpi, që ti ndez dhe fik dritet tak-fak. Shumica prej nesh futemi në linje në fund të shërbesës. Jemi këtu fizikisht, po frymërisht hym në linje nga fundi. Po ky nuk është adhurim. Ne do të përgatitemi për adhurim. Zesikisht duhet të kemi një adhurim frymëror. Shpeshherë kishat i drejtojnë adhurimin e tyre ndjenjeve. Muzika, këngët, programi, gjithçka synon që të preki emocionet. Po është e mundur që ti të prekësh në zemër dhe të mos adhurosh në frymë. Nuk është që ndjenjët janë të këqija në adhurim. As pak. Perëndia nuk na bëri robot. Nuk na bëri mendje që thjesht kanë dy këmbë, që ecin. Perëndia na krijove mendjenja. Por ndjenja janë një lokomotiv e keqe për adhurim. Se pyetja është, përse ndihesh kështu? E mbaj mend kur vlla Bledi ishte në kamp, tani ka qenë një 12-13 vjeç, që i falën ca tjera. Edhe mbaj mend me erdhi urgjentisht në patosi dhe tha, Will tha, duhet të takohemi se s'bën. I thash, Will duhet të kemi adhurimin si XY kish. Pse e thash? Po kanë gjeza, kanë fonin e madhe, kanë rritë madhe. I thash, po si ndjeve? Po ky është adhurim më burr, tha. Ja, ky është adhurim e vërtet, që ndihesh më burr. Po mirë, i thash. Vete në dasma ti? Vete unë, më merr babi. Po në rregull, i thash unë. Kur fillon ai qa kënga të jetë, me defin, me ritëm, me kështu, se s'kishim valla kosovare në atë kohë. Por kur fillon ti me një këngë që si e ndjesh ti? Sa i gëzuar jam, dhe që ritmin si të bën, se më po qenë fluturoj. Po mirë, thash, po ku ndryshove tani ajo ndjesie, që ke në dasën, ma atë që kishe në kamp. Ndjeni, kokën banë. Sepse të krishterët në Shqipëri janë shumë të entuziazmuar, po e pyete, pse je ka që entuziazmuar zotrote, nuk din pse. Nuk din përse janë të gëzuar, po shumë të gëzuar dhe. Nuk din përse këndojnë dhe hidhen përpjet. Si është hidhen përpjet? Adhurimi është frymëror, që do të thotë që ndjenja tona, që nga njëherë mund të jenë shumë të forta, ndjenja tona burojnë nga shpirti. Kishat jam duke provuar që të prekin shpirtin përmes ndjenjeve të tua. E kanë razën e gabuar. Sepse, kur ne adhurojmë,
Në adhurojnë në frymë. Dhe nëse prekemi, nëse bindemi për një mëkat, nëse ndjejmë një gëzim, nëse ndjejmë një ngushëllim të madh, nëse na vjen një ndjesi të madhe, duhet të ketë shkak. Jo sepse ra dorete kitares bukur, apo Willi ka rënë defi bukur, po sepse jemi të prekur nga Zoti, jo nga muzika. Tani nuk po them që muzika duhet të jetë e shpifur. As nuk jemi duke thënë që ka gjë të keqe kur muzika është e mirë në kish. Patjetër kjo është një ndihmëse për adhurimin e Zotit. Po duhet të kemi radhën e duhur për gjërat. Fryma njërë, pastaj ndjenjët. Johana Sjeltas. Ne si kish duhet të kemi kujdes që gjërat që bëjmë nuk janë të dizenjuar që të preken ndjenjat, po të prekin frymën dhe prej frymës të dalin ndjenjat të shenjta, që kanë lidhje me Zotin, jo me dritet apo muzika apo programi apo diçka tjetër. Adhurimi është frymëror. Edhe kur ne bëjmë adhurim si kish, ne duhet të sigurojmë që është drejtuar tek frymërat e njerëzve. Dhe nëse preken emocionet, lavdi Perëndis. Po fillo me lokomotivën e duhur. Dhe le të jenë në ndjenjët vagone që ndjekin pas. Së treti, shohim formën e adhurimit. Jezus i vazhdon në vargun 24, duke thënë duhet të adhurojmë jo thjesht në frymë, po në të vërtetën. Tani përkthyesit dhe komentuesit janë të përqarë se si të përkthejnë, si të kuptojnë këtë thënie. Disa thonë në frymë dhe në të vërtetë. Domethënë, adhurimi duhet jetë i sinqertë. Të tjerë thonë, në frymë dhe në të vërtetën, si pas Biblës, si pas fjalës së Zotit. Cila është? Po vargu 22 jep sfondin. Ju adhuroni atë që se njihni, ne adhurojmë atë që njohim. Ju dëntë adhuronin si pas njohurisë së tyre. Nga erdhi kjo njohuri? Nga Bibla. Domethënë i adhuronin sipas Biblës. Dhe njëjtë gjë është e vërtetë për ne sot. Që ne nga i dim për shembull që duhet të adhurojmë në frymë dhe në të vërtetë. Sepse sot Bibla. Pra, duhet të nxjerrim disa parime këtu. Dhe parimi i parë është ky. Duhet të adhurojmë sipas udhërimeve të fjalës. Vini re fjalën duhet në vargun 24. Ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën. 3 herë në Ungjillin sipas Gjonit, Jezus i thot duhet me patjetërsi. Gjoni 3, vargu 7, duhet të linjë përsëri. Gjoni 3, vargu 17, kështu duhet të ngrihet biri i Perëndis. Që kur Jezus i thot duhet të adhuroni në frymë dhe në të vërtetën, është me patjetërsi. Ai po cakton si duhet të adhurojnë, jo ne vetë. Parimi është i thjeshtë. Ne adhurojmë Zotin si që ka caktuar ai në fjalën e tij, si që ka zbuluar në shkrimin e shenjtë. Shumë ungjillor mendojnë që nëse diçka nuk shkel një udhërim të Biblës, le t'ja bëjmë, s'ka gjë. Jo, në zjatën e vjetër dhe në të rend, Perëndia na ka zbuluar me udhër
nga qeli se si duhet të adhurohet ai. Nuk I lihet pëlqimit, urtësisë apo mendjes son. Adhurimi është diçka që Perëndia jo thjesht I udhëron, po I udhëron se si duhet bërë. Si kish, duhet të mos bëjmë gjë që nuk është adhuruar në fjalën e Zotit. Ne duhet I kushtohemi çfarë ai ka udhëruar. Po edhe duhet të mbushim adhurimin ton me fjalën e Zotit. Nëse Zoti na tregon se si të adhurojmë në fjalën e Tij, duhet të kemi fjalën e Tij me shumicë në adhurimin ton. Nga njohim në Zotin, nga fjala e Tij. Jezusi thot, Perëndia është frymë, nga e di unë këtë, sepse thot fjala. Nëse unë do të adhuroj Perëndin, dhe në mënyrën e duhur, duhet të kem fjalën, që rrjedhimi është I thjeshtë. Ne si kish duhet të mbushim adhurimin ton me fjalën e Zotit. Këngët tona duhet të mbushen me fjalën, lutjet tona me fjalën, predikimet tona me fjalën, gjithçka që bëjmë duhet jetë mbushur me fjalën, se fjala zbulon Zotin. Dhe fjala na tregon se si të adhurojmë këtë Zot. Ne nuk lexojmë Biblën ne që drejtojmë takimet se kështu e kemi qenë. Apo sepse kështu është zakoni. Po sepse adhurimi I Zotit duhet të mbushur me fjalën e Tij. Po së katërti, si duhet të adhurojmë? Se Jezusi po thot këtu, nuk ka rëndësi ku e adhuron Perëndin. Këto debate të vjetra, Mali Gjerezim apo Jerusalem, nuk kanë më rëndësi, thot Jezusi. Ore ka, po vjen dhe magji ka adhur. Qysh nga tani, thot Jezusi, që adhuruesit të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën. Edhe kjo Samaritania, sikur do ta mbyll me lezet bisedën. Ke parasysh kur dikush është kapur shamat dhe nuk di çfarë të thot. Po ajo thot, ja kur të vi Mesia, ai do na zbuloj të gjithë. Me dëmek, s'dua të vazhdoj bisedën se s'kam çfarë t'i them më. Po s'dua të pranoj që e kam unë gabimin. Por Jezusi thot, unë jam ai që po të flet. Që na mëson dy gjërat. Të adhurosh Zotin, do thot të njohësh Jezusin. Nuk mund të adhuroj njeri Perëndin nëse nuk adhuron përmes Krishtit. Pa gjunjëzuar te Krishti, pa pranuar Krishtin si Zot dhe Perëndi, nuk mund të adhurojnë Perëndin. Nuk ka shumë udhë për tek Zoti. Nuk ka shumë mënyra se si të adhurosh Perëndin. Jezusi thot, unë jam udha e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen tek Ati veç përmes meje. Nëse do të adhurojnë Perëndin, duhet të vinë përmes Jezusit. A ke vajtur tek Jezusi vetë, si Zotin dhe shpëtimtarin tënd? Edhe a ke kërkuar që ai të shpëtojë shpirtin tënd ty? Dhe a ke kërkuar që ai të jetë Zotin I jetës tënde? Dhe të falë ty nga të gjitha mëkatet e tua. Ti nuk adhuron dot Zotin pa Krishtin. Po gjë e dytë është kjo. Të adhurosh Zotin, duhet të mbushësh me frymën e shenjtë. Jezusi na ka dhënë frymën për të adhuruar. Filipianët 3:3. Rreth prerje jemi ne, që I shërbejmë, apo mund të përkthehet që I adhurojmë Perëndis në frymë.
Fryma na fuqizon, na ndriçon, na drejton në adhurim, që do të thot, nëse unë dhe ty do të adhurojnë Perëndin, duhet të jemi të mbushur me frymën e shenjtë me patjetër. Pse janë shërbesat tona të thata? Pse nuk përfitojnë nga takimet e kishës? Pse nuk jemi të gjallë në adhurim? Pse nuk dalin njerëzit nga mesi ynë, si në kishën e Korintit duke thënë, Perëndia është në mesin e tyre? Sepse ne vetë si besimtar nuk jemi të mbushur me frymën e shenjtë. Adhurimi ynë i përbashkët varet nga jeta jonë si individ. Nëse unë, ditë ditës, nuk po mbushem me frymën e shenjtë, unë nuk kam çfarë të jap. Jam si një lypsar, ndoshta një lypsar do të donte të jepte $1 milion, apo madje 4 milion euro të Kanye Westit. Po nuk mund të është lypsar, ka që ka në gjep. 2 thërim në bukë ka. Edhe ne shpesh herë, kur mblidhemi si kishë në Zotit, jemi si lypsar, se s'kemi çfarë t'u japim Zotit. Se gjatë javës nuk jemi të mbushur me frymën e shenjtë. Çfarë do të thotë që ti jesh i mbushur me frymën e shenjtë? Do thotë që ditës ti e dorëzon jetën tënde Perëndis, që Zoti të drejtojë jetën. Ditës ti je mbushur me fjalën e Perëndis. Ditës ti je duke adhuruar dhe duke ndjekur dhe duke njohur Zotin. Adhurimi ynë si kish varet nga adhurimi ynë personal për ditë. Dhe kur ne jemi të vobekt, kur jemi së bashku, është sepse jemi të vobekt, kur jemi të vetëm. Se s'kemi ecja me Perëndin çdo ditë. Të dashur, sa do transformohej kjo kish, dhe sa do transformohej adhurimi ynë, nëse ne do të ishim të mbushur me frymën e shenjtë të Perëndis. Si mund të kënaqemi me thërime kur Perëndia ka pasurit shpirtërore për të dhënë? Dhe si mund të kënaqemi me një kur Perëndia ka derdhur gjakun e tij për të shpëtuar shpirtrat tona? O, a jemi në vete apo jo? Vim kokën poshtë edhe harrojmë se kush është ky Perëndi që po i takojmë së bashku. Hape Biblën dhe lexoni Ezekielin një. Hape Biblën dhe lexoni Zbulesën një. Kujtoni çik vetes, kush është në mesin tonë? Edhe ne vim. Edhe ne, jetë është e poshtër, qeveri e poshtër. Kur, çfarë meritojnë? Të jemi në fe. Meritojnë të jemi në zjarin e ferit përjetësisht, dhe Zoti në hirin dhe mëshirin e tij na ka nxjerrë këmbë nga ballta, na ka nxjerrë shpirtin nga vdekja, na ka dhënë jetë të përjetshme. Si guxojnë të vinë kokën poshtë dhe të ofrojnë Zotit një hiq. Një hiq. O edhe ta gjim vere thamë me më shumë entuziazm. Edhe në mitingjet e partisë japim më shumë. Po ky Perëndi e vërtet, që na ka shpëtuar manti Jezus Krishtit, ç'është nuk i adhurojnë me zemër dhe me shpirt kur jemi bashkë.
Vëllezër dhe motra, ne duhet të fillojmë të mbajmë përgjegjësi për vetët tonë. Nuk është jetë krishtere si nëna jote që ty të ndoqi nga brapa me një luk gjele duke thënë na, ha, ha, ha. Nëse nuk ha vetë, nëse s'ke përbashkësi me Zotin vetë, nëse ti nuk mbushesh me frymën e Shenjtë vetë, çfarë të bëj unë ty? Unë mund të nxis ty, mund të inkurajoj ty, mund të tregoj ty se si të mbushesh me frymën e Shenjtë, po ti duhet të bësh atë. Në fund të ditës, nëse ti nuk mban përgjegjësi për të qenë i mbushur tërkohës me frymën e Shenjtë, çfarë do të bëj unë ty apo ndonjë njeri tjetër në këtë kishë? Ne gjithmonë presim nga Iliri, nga Ligori, nga X-i, nga Y, në vend që të marrim përgjegjësi për jetën tona. Vëllezër dhe motra, nuk u shpëtuam që të jetonim të varfër shpirtërisht. Dhe që adhurimi ynë të jetë i bobet. U shpëtuam që adhurimi ynë të jetë i gëzueshëm, plot ruajtje ndaj Zotit, plot nderim, plot mirënjohje. Edhe si guxojmë të vinë. E konsolat të shpirtit. Si guxojmë të vinë, o Zot, na bekose, na duash, jo për gjë, po jam papër. Si do të vinë, ja, se kam halën. Ke halën, dhe mund t'i qash halët tek Zotit, dhe të derdhësh shpirtin tek Zotit. Po ne jemi të thirrur që të adhurojmë në frymë dhe në të vërtetën. Të adhurojmë me gjithë qenën tonë. Edhe ne duhet të fillojmë që të mbajmë përgjegjësi për vetët tonë. Mos të qahemi me, jo këtej jo ande, po të ngrihemi dhe të mbushemi me frymën e Shenjtë çdo ditë dhe adhurimi ynë të jetë i gjallë, i denjë për këtë Perëndi, që është në mesin. Imagjino që ti tani do të bësh shtëpi, po halli të skelle. Të vjen një njeri dhe thot, sa i ke shtëpinë ti? Sa do t'i blesh? Po do të blej për kaq milion lekë. Të jep vllajt. Po orën ditë, po s'kam frigorifer, po s'kam krevat, po s'kam asnjë gjë. Të blen vllai. Ti futesh brenda dhe po s'kam për qerate ujë të dritëve kështu. Ti jep vllai. Si do e ndihesh ky njeri që ty të ka dhënë gjithçka, nëse ti thjesht ignoron atë? Je mos i njohës ndaj tij. Je i ftohtë ndaj tij. Po a nuk po trajtojnë Zotin shpesh e kështu? Që na ka dhënë çdo bekim frymëror në Krishtin Jezus, që na ka dhënë shpëtim të përjetshëm, që na ka vendosur shpirtin e Shenjtë në brendësinë tonë. Edhe ne nuk mund të themi një faleminderit, nuk mund të tregojmë një mirënjohje, nuk mund të gëzohemi në ato gjëra që ai na ka dhënë. Vëllezër dhe motra, adhurimi duhet të jetë përparësi jete për secili prej nesh, sepse për këtë u krijuam dhe u shpëtuam. Edhe nëse ne duam, si kish, që adhurimi ynë i përbashkët të jetë i bekuar prej Perëndisë, o duhet të adhurojmë Perëndin dhe të mbushemi prej frymës së tij, ditë për ditë.